Në fund të vitit 2025, tregu i reklamave në rrjetet sociale në Shqipëri u udhëhoq nga platformat e Metas, me Facebook dhe Instagram si kanalet kryesore për audiencën dhe marketingun digjital. Sipas të dhënave të publikuara nga Data Report, Facebook kishte rreth 1.3 milion përdorues në Shqipëri, ndërsa rritje i reklamave të tij ishte barabartë me 47% të popullsisë totale të vendit. Audienca e reklamave në Facebook përbëhej kryesisht nga meshkuj me 59.8%, ndërsa femrat përfaqësonin 38.3% të përdoruesve të rritur të targetuar. Instagram nga ana tjetër rezulton edhe më i fuqishëm në depërtim. Platforma kishte rreth 1.35 milion përdorues në fund të vitit 2025, ndërsa rritja i saj përbënte 55.2% të bazës së përdoruesve të internetit në vend pavarësisht moshës. Struktura gjinore e audiencës së reklamave në Instagram ishte më e balancuar, me 45.2% femra dhe 52.5% meshkuj. Këto të dhëna tregojnë se Instagram ka fituar tashmë popularitetin maksimal në vend, ndryshe nga viti i shkuar ku udhëhiqte Facebook. Ndërkohë LinkedIn ka shënuar rritje të qëndrueshme në Shqipëri. Audienca e tij potenciale për reklama u rrit me rreth 70.000 përdorues gjatë vitit 2025, ndërsa vetëm në 3 mujorin korrik tetor u shtuan edhe 10.000 përdorues të rinj. Megjithatë, këto të dhëna bazohen në antarësime të regjistruara dhe jo domosdoshmërisht në përdorim aktiv. Edhe platforma X ka regjistruar rritje në audiencën e reklamave, me një shtesë për 26.000 përdorues gjatë vitit dhe një rritje të fortë në periudhën korrik tetor 2025, ku audienca u rrit me 61.000 përdorues. Megjithatë, të dhënat e X mbeten më të paqëndrueshme, me luhatje të ndjeshme që mund të ndikojnë në interpretimin e trendit.